po mendoj që një shtyllë kryesore e juve dhe fort është edhe Anila, bashkëshortja juaj. Donik, një pjesë e mirë e suksesit tim është mbështetja që kam pasur nga bashkëshortja. Shoqja e jetës, s'di si ta them, ka vlerat jashtëzakonshme. Unë sidomos më ka krijuar një qetësi shpirtërore që unë t'jem edhe më i suksesshëm. Është një anvisë e mrekullueshme, një nan ideale. E përkushtuar. Tani është gjyshe, është e përkushtuar deri në maksimum. Ka një vlerë, unë s'po them sepse në familjet shqiptare nuk është se është një çudi e madhe që vajzat tona, që janë unë i quaj heroina, me sakrificat e tyre, me këtë lloj mentaliteti e tjerë, bëjnë i përkushtohen jashtë familjes, pa dallim familjet të nënës e të babës apo në familjet tek prindrit, tek burri. Kështu që Anila një përkushtim jashtëzakonisht të madh për nënën time, nëndeten.